Falemindetat. Miqtë e emisionit Bardhazi, çdo gjë mund mbaroj në këtë botë. Mbaron kampionati i futbollit ose vazhdon kampionati i futbollit, skualifikohet Gjermania. Po, si që skualifikohet Gjermania normalisht. Sfutet fare Italia. Sfutet fare Italia. Po vazhdon Bardhazia. Ne vazhdojmë. Mirë, shkojmë në pse-pse. Në pse-pse. Ti je me shoku në market dhe do që ti biesh të sy gocave aty dhe i thua shices, maje kusurin. O shoku, të mungojnë dhe 50 lek, qa kusurit majun këto? Hapesh koti, më bosi parali. Mami, pash në ndër si kur më dhej 1.000 euro. Po pse e shikon mami në ndej? Kursej dhe mos i hargjo për budallalëqe. Mami. Doktoresh, më dhëmbin shumë shpatullat. Po, ju keni nevoj për shumë diell, Erion. A je sigur për këtë? Ore, do më mësosh mua, unë jam doktoresh, kam 30 vjetë, si do mësosh mua të, ja je sigur për këtë. Shke pyetje. Unë kam 30 vjetë punoj rojë plazhi, me qa për thua? Kur du në për cilin doktorët, Va. Takojmi të ejnëten? Jo, të ejnëten do bëjt që i këthojnë. Po mirë të premten. Jo, të premten kam provim. Po të shtunë? Të shtunën do dalë me shoqet. Të djelën? Kam ca pun për të bërë djelën. Po mirë, kur do takojmi? Kur të duash ti, ma? Demi. 3 gra po bëheshi gati të shkonin në një mbrëmje, por nuk ishin vendosur ende për fustanet. Njëra tha, buri im ka flok të zinj, ndaj unë do vesh fustan të zi. Tjetra tha, buri im është bjond, ndaj do vesh fustan të bardh. Po e shkreta unë, tha, buri im është tullac. Pas e lamet veshje. Veshje transparente. Si e bukurosh? Apo se të zduket vetja bukurosh? Po, më duket qikve. A je mirë? Po. Më fala, jeni i martuar? Jo përgjithse, nuk duhet shqetësoj, jo përgjithse. Jo, nuk më shqetëson, nuk jam i martuar, beqar jam, nuk më shqetëson, përkundrazi. O, ba, jam alma, më jep 200 euro se i thash mamit që thuja beqar tani. Atë, kala male gënë. Lavatricia, edhe njerë. Lavatricia është raciste. Kjo më ngatroj. Lavatricia është raciste. I ndan robat e bardha nga robat e zeza. Pa. Ndajet emisioni Bardhazi nuk ndajet, ashtu është bashk. Mami, pse babi është tullac? Sepse është i zgjuar dhe mendon shumë dhe prandaj kanë rënë flokët. Po ti mami, pse ke shumë flok? Ha tani se të ftov gjella, ha tani, hajde. Shumë flokët gjera, gjithmonë. Gruaja zgjon burin në 4 të mëngjesit dhe pyet. Kush e fitoi Champions League në 2015-ën? Barcelona. Kush e kryeson në Anglin? Manchester City. Po goli parë në botror, kush e ka bërë? Klose. A mos u gëdhif shti i shala që mban mënd gjithë të gjëra dhe s'mban mënd që unë kam ditëlindje sot. Policia arestoi një grua, zonjë, pse e rahët burin tuaj me shko bejsbolli? Nuk e ra unë, më pyeti, a do të luajmë bejsboll? Dhe unë fillova të ushtroja bejsbollin. Po ti ke goditur 28 herë, moj. Po aji nuk din të regullat e bejsbollit. Por një regull e di me shumë siguri. Ky është regulli këtu, shikoj e qik. Një regull transparent. Nëse doni të jeni të freskët në këtë verë, janë pijet fantastike të lajkizës, rozeja dhe kjo orange që është një mrekulli o zot, sidomos ku shartohet edhe pak pije alkolike kështu në klabë, bëhet fenomenale. Nuk e di se ne jemi të pjesa e shëndetit. Kurse uji është çmimi gjithmonë premium, luxury, në këtë shishje, kaq të bukur dhe një freski e nevojshme në këto ditë të nxehta. Po.
transfertat Western Union tani i keni në celularin tuaj përmes UPay Albania. 100 lek bonus për çdo veprim. Me aplikacionin UPay Albania, ju mund të dërgoni para direkt në 200 vende të botës. Dhe nëse një mik apo familjar ju dërgon para me Western Union, ju mund t'i trishni në çast në aplikacion. Parat kalojnë direkt në llogarinë tuaj dhe ato mund t'i përdorni për të bërë pagesa dhe për çfarëdo lloj gjëje tjetër me UPay. Sepse UPay është portofoli juaj digital. Sa më pëlqeu kjo, kam shumë qejf këtë. Dhe fundit, por jo më pak e rëndësishmja. Kjo është e fundit, por jo më pak e rëndësishmja. Që parë, njëri po ankoi se i dhimin shpatullat. Dhe doktoresha i tha, ke nevojë për vitamin D. Jo, morë zotri, nuk ke nevojë për vitamin D. Ti ke nevojë për vitamin D. Për vitamin R dhe për vitamin LAN, që do thot do, re, LAN. Kjo është vitamina më e mirë. Pse? Se po fjetë e mirë, nuk të dhëmin shpatullat. Mire gjeta? Relakson gjithë trupin. Se pjesën më të madhe të kohës ne e kalojmë në gjumë. Dhe është e rëndësishme të çlodhim trupin që të përballojmë ngarkesën e ditës. Po, Erion, vazhdo ke policia? Jetë 11. Ju lutem më ndihmoni që të shpëtoj nga një dilemë. Cili është ai muaj ku kanë lindur burrat besnik? Dik ma thot njëri? 30 shkurti zakonisht. Muaj, jo datë. Është në datë. Përse more Erion që sa herë vi unë, nusja jote nuk gëzohet fare? Po i kap që gjërat me vonesa jo, mama. Ajo gëzohet kur i kënti. Vjera dhe nuset. Zemër, alozim doktorash. Ku more, në privat apo në shtet? Që me kush ndryshimi? Po në privat, na shkon 100 euro vizita. Në shtet, na fusin një 10.000 lek shqelbët në gjepa tjede. Unë nuk do luaja kur hapadolapa me ty. Pse? Sepse një njeri si ty është e pamundur ta gjesh. Ta përpitje të mbëda. Wow. A hëngre drek? A hëngre drek? Po të pyes, more. Po të pyes, more. Po më imiton ti? Po më imiton ti? Po mirë, hajde ikim këtë dyqani. Jo, hëngra drek. Pas ka stile, ustaj. Cili është dallimi, more Erion, mes birrës dhe grave? Po bira nuk ankohet kur mbaron punë për 2 minuta. Ore, je bërë fare kështë. Nuk e di. Duhet të ketë censur me që. Po. A je në një marrëdhënie? Po. Me kë? Me stresin. Na myti. Na myti kortizoli. Po. A të pëlqen shkolla ty, Erion? Po, më pëlqen. Po cila është dita jote e preferuar? Dita ime e preferuar është dita e pushimit. Po pse bë kështu si? Po i stresoj. Mos shko tek ajo kisha, është kurth. O zeba, qa po shikon ti? Videon e dasmës. Lali, çfarë bën jetën kaq të këndshme, por dhe të vërtet? Kur je beqar, shikon çifte të lumtur rreth teje. Kur je martuar, shikon beqar të lumtur rreth teje. Të dyja palët e kanë mirë. Ore, pse huar atise nga burgu ti? Se doja të martohesha, zonja gjyqtare. Pas ke një kuptim shumë të çuditshëm të liristin. Është me të fut me. I ke nga burgu në burg. Po, nga burgu në burg. Doktor, më dhëm kurizi, more, sa ngrijem çdo mëngjes. Ç'është kjo gjë? S'kam fjetë dore landu. Po mirë me zjo pas dite. Prap dore lan. Po, dore lan. A do të martohesh me mua? Sa i vjetër je ti? Unë jam 1 miliard lek i vjetër në bank. Mo është e bukur për të martuar kjo. Zemra, nëse do të vdesësh ti dhe unë do të vdisje mbas teje. Shiko sa shumë të dua. O zoti madh, tani as në paqe nuk mund të vdesësh. Na lini më rahat. Kush është këngëtari më i mirë në botë, Erion?
Këngëtari më i mirë në botë është Mushkonja. Po pse mendon kështu? Sepse dhe kush të pëlqejë kënga, prap do dorë trokasësh. Ti the që nuk I ke vjedhur ato para, po si ka mundësi që gjetën gjurmët e gishtave të tu aty? Jo, më nuk është e vërtet, nuk shavën dorashka. E madhe fare, ore, na knaqe me këto humore sot. Lezetshme. Erion, aroma e ushqimit të këtij restoranti është e shkëlqyer. Po, martove me mua, do kalojmë çdo natë pranë këtij restoranti që ti ndjesh aromën. Nesër është e hënë, po mua nuk ma ndjen fare. E pse? Po, unë jam pa punë. E mirë, pa punë nuk është ky emision, sepse punon edhe në korrik, vetëm gushtin kemi mundësi kështu pushimi. E kalojmë direkt në Dhe kalojmë me njëherë në vëndçen ton, do të flasim për të tretin. Kush ishte I treti? Treti tepërt. Pas pak.